Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimet në të nësi takojnë vetëm Allah subhana, atë e losë dhe ati përgjërohem që të lavdrej dhe të begoj dërguar një ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzjon. Të ndohë vëllezër dhe motra, njeriu është armik i asaj që se nje. Kjo ndoshta do të ishte një prej fjalive më të thjeshta dhe më përmbledhëse të një realiteti që në shumë të në rasteve sulmohet feja Allah subhanahu wa taala ose njerëzit lëshohen për të përbaltur vlerat e islamit edhe domethëniet e tij, pikërisht ndoshta nga mosnjohja e tyre. Sikundër që kjo nuk është edhe fundi ndoshta i këtij rrëfimi të keq. Përpos që janë armiqtë asaj që nuk e njohin, dhe jo vetëm kaq, e morën guximin që edhe gënjeshtrën dhe armiqsinë e tyre, saktësisht armiqsinë e tyre ta veshin edhe me gënjeshtra, ose thënë ndryshe, armiqësia më e keqe është ajo armiqësia e cila guxon edhe të sajoj edhe të shpif. Në këtë rast mund të ketë dikush një armiqësi me dikë, mirë po nuk jep kjo drejt për qenë edhe shpifës. Dhe këto dy realitete ne i gjejmë sot në shumtën e rasteve të shumë grupimeve shoqërore në raport me Islamin, jo vetëm që se njohin dhe rrjedhimisht në mungesë të njohjes edhe armiqsojnë, po pastaj edhe armiqsinë e tyre veshin edhe me shpifje dhe me sajesa. Ndërkohë që është edhe një realitet i tretë në realitetin e sotëm, që është shumë i dhimbshëm për këta njerëz, sikundër që edhe është treguesi një niveli të keq intelektual dhe të pjekurisë. Është ajo që, si është thënë në të kaluamën, po të them sa nuk më ka thënë. Në kuptimin që e armiqsojnë duke akuzuar Islamin dhe i veshin akuzat cilat në të vërtetë ata vetë i kanë ato probleme. Kështu po ta akuzoj, po ta veshi, po ta zë në gojë sikur e thua, një diçka që realisht ata vetë domethënë e thojnë. Ndaj sot me lenin Allah subhanahu wa taala do ta trajtojmë një bukuri të pakontestueshme të Islamit, e cila sot në shumë raste dhe në shumë qarqe dhe në shumë rrethe i mohohet Islamit pikërisht nga mosnjohja, pikërisht nga armiqësia me shpifje dhe pikërisht nga tendenca për të akuzuar Islamin për diçka që realisht, domethënë ata vetë në shumë të rasteve kanë problemin. Sot inshallah kemi fjalën për tolerancën, saktësisht për tolerancën në kornizën edhe botkuptimin autentik islam dhe jo atë që bien presionin e kulturave të tjera, sikundër që jemi duke folur për tolerancën që nuk del nga kumtesa fetare, për asnjë çmim e as për presionin e kërkesave të njerëzve. Fillimisht duhet me bë të qartë që toleranca për cilën ato fol është një vlerë e shtuar kundrejt butësisë dhe lehtësisë që kemi trajtuar më herët. Saktësisht, para dy takimeve kemi trajtuar prej bukurive të Islamit lehtësinë, do thotë kur dispozitat e fesë edhe ligjet e saj vinë në shprehje, ato do thotë vinë duke ngërthyer në vete edhe domethëninë e lehtësisë. Mirë po, toleranca është vlerë më e shtuar se sa thjesht lehtësia. Kuptimin që përveç do thotë bukurisë e lehtësisë, toleranca përfshin në vete edhe bukuritë e tjera. Për shembull, kur dikush është tolerant, në të vërtetë është duke e pasur një sjellje të pjekur, ku ka edhe lehtësi, edhe mëshirë, po edhe moral, në kuptimin e ndryshëm, për shembull moralin e faljes, moralin e gëlltitjes së hidhnimit e kështu me radhë. Ndaj toleranca për cilën kanë folur sot është një vlerë që mund të përkufizohet si sjellje pjekurie, ku në raport me dikë ose në raport me diçka ti shpërfaq lehtësinë edhe mëshirën, donse njerëzit nuk e presin atë. Saktësisht është një situatë e caktuar ku ti mund sillesh më ashpër, mund sillesh më vrasht, mund sillesh më në përpikmëri duke kërkuar diçka më saktë ose më ashpër, ndërkohë domethënë ti e shpërfaq një kulturë tjetër që ka të bëjë domethënë me lehtësi dhe mëshirë, e që është domethënë me një fjalë toleranca. Për me marrë një shembull që ndoshta më thjesht e kuptomi çysh të qenit tolerant ose çysh domethënia e tolerancës ose çysh botkuptimi i tolerancës ngërthen në vetë mëshirën, lehtësinë edhe moralin. Është Imam Maliku në Muwatta si rivajet mursel për Zeid ibn Aslam, sikundër që e ka transmetuar të plot me senedin e plot Imam Bihaqiu për Abdullah ibn Umerit, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë kësaj: "Men asaba min hadhihi al-qadurati shay'an falyastatir bi sitrillah." Kushdo që për juve që përlyhet me ndonjë prej mëkateve që nuk bën në publik, bën me fshehurazi si mëkate. Kushdo që përlyhet me këto mëkate të ndyta,
ai le të mbulohet me mbulesën e Allahut. Kuptimin që nëse se ka pa kurkush, le të pendohet, le të përmirësohet, mos ta bëj publik, do thotë mëkatin e tij. Thotë kushdo që është përly me një prej mëkateve të dyta, le të mbulohet me mbulesën e Allahut. Fe innahu men yubdi lana safhata nuqimu alayhi kitab Allah. Nga që kushdo që vjen edhe shpalos pendimin e tij për mëkatin që ka ligj, ka kod për atë mëkat. Do thotë mëkat që nuk mjafton thjesht të pendohesh, po edhe ndëshkohesh që në këtë botë. Thotë kushdo që shpalos, do thotë për lymjen e tij, pastaj ne do ta zbatojmë ligjin kundrejt atij njeriut. Çka është ideja e këtij hadithi? Domethënë, dikush gabon edhe bën një mëkat. Për këtyre mëkateve që ka, domethënë, ndëshkime fetare në fenë Allahut, aty ku vepron autoriteti islam. Allah sallallahu alaihi wasallam i udhëzon njerëzit që nëse gaboni, e keni kuptuar që e keni gabu, atëherë thjesht pendohuni mes juve dhe Allahut. Pendohuni me pendim sinqert, hiqni dorë prej atij gjinoje, largohuni prej atij mëkati, kërkoni falje Allahu subhanahu wa taala, po mos e bëni publik. Pse mos e bëni publik? Sepse, domethënë, Islami është i prirë për me trajtuar kthimin e njerëzve me tolerancë. Për shembull, sikur të kishte qenë në publikimi i pendimit i detyruar, do të kishte qenë kërkesë e vrasht, do të kishte qenë kërkesë e ron. Për shembull, ti e ke bënë mëkat, askush nuk e di, dhe nuk kemi duke folur për mëkatet ku duhet t'ia kthesh dikujt të drejtën, nuk ka kjo të bëjë me atë. Për shembull, nëse dikush fjalabia për shembull ka përvetësuar pasuritë të tjerëve ose ka shkelur ligjin e kujt diun çka, ai shkon pastaj dhe pastrohet për mëkatet e tij duke kthyer drejtën aty ku e meriton. Mirë, po na të fol për mëkatet e tjera që janë mes të robit dhe Zotit. Dhe nëse dikush për shembull ka bënë gjuna, edhe do mu pendu, do me u kthy, do me u përmirësu, do me i kërku falë Allahut. Me këtë sjellje tolerante që e ka feja, ajo ka shumë lehtë. Domthonë, mos detyrimi i publikimit të pendimit është tolerancë. Fillimisht, ka lehtësi, se më lehtë është njerëzit mu pendu nëse se publikojnë. E dyta, ka mëshirë, domthonë është shumë i vështirë turpërimi publik. Sigur të kishte qenë që nuk pranohet pendimi pa e marrë vesh këtë njerëzit e ki bo filan gjunojnë, do të kishte qenë shumë i vështirë. Ose edhe ka moral, që është domthonë morali i faljes, morali i mbulimit, morali i trajtimit të sjellshëm të njeriut i cili e ka kuptuar që ka gabuar dhe po kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Domthonë kjo vetëm një shembull për me thjeshtësu që morali i tolerancës ngarkon në vete më shumë se sa thjesht domthonë lehtësinë, po edhe domthonë vlerat të tjera sikur që janë domthonë mëshira edhe morali. Për arsye njerëzve që i mungon toleranca, njerëzve që nuk janë tolerant në jetë ose karakterizohen nga mungesa e tolerancës në përditshmëri, qoftë në familje, qoftë në bashkësi, qoftë në prindërim. Kur themi i mungon toleranca, në të vërtetë do thonë që janë t'i munguar një mori vlerash. Domthonë, atij që i mungon toleranca, i mungon edhe sjellja e lehtë, i mungon edhe sjellja e butë, i mungon edhe sjellja e mëshirshme. Domthonë, atij i mungon më shumë se sa thjesht, domethënë, një komponent. Kështu që toleranca në Islam është vlerë edhe është objektiv edhe është domethënë themeli i Islamit. Saktësisht dispozitat e fejes, nëse i analizon porositë e Kuranit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë që me këmbgulje dhe me qartësi më të madhe e orientojnë diskursin fetar dhe kumtesën fetare ka toleranca. I dua Allah sallallahu alaihi wasallam, sikur se shënimi Muhamedi, Sheikh Shoaib thotë hadithi sahih pe Ikrim sa pe Abdullah ibn Abbasit, i është thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ayul adyani ahabbu ila Allah ta'ala. O i durë Allah, cila fetari është më e dashur tek Allah. Do të thonë, e kemi një fetar i cili është i përkushtuar, i cili i kryen obligimet, i shmanget mëkateve. I kemi edhe disa fetar të tjerë, po ashtu sikur ky të devotshëm, të përkushtuar larg gjunave të mëdha, edhe të përkushtuar në farze. Cila fetari është më e mira në mesin e këtyre të devotshme? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el hanifiyatu as-samha. Feja e pastër, fetaria e pastër e cila është tolerante, e cila do të thonë e karakterizon edhe e përfituron do të thonë në përgjithësi frymën e lehtësisë, të mëshirës, të butësisë dhe të tolerancës, saktësisht fetaria ku ka mëshirë, ku njerëzit thirrën butë, fetaria ku ka lehtësi, ku njerëzit u lehtësohet shpjegimi, fetaria ku ka afrim, ku ka dhënje të mundësisë, ku ka dyrë të hapura për të kthyer njerëzit, është fetaria më e mirë që e do Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht e shonin Muhamedi, Sheikh Shoaib thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Abbasit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ismah yusmah lak." Thotë tregohu tolerant e do të gjesh tolerancë. Tregohu tolerant ndaj të tjerëve, tregohu tolerant ndaj atyre të cilët ti ke pushtet. Tregohu tolerant aty ku mund të godasësh
me forcën e ligjit ose mund të godasësh me të drejtën tonë, trego tolerant aty ku mundesh mu tregu tolerant, sepse do të gjesh tolerancë, sepse ka momente që aty edhe ti mund të gabosh, ose ka momente që edhe ti nuk je në vijën e saktë në përpikmëri, po ke nevojë të tregohet ndaj teje dikush domethënë tolerant. Dhe këtë domethënie ne e gjejmë si domethënia që realisht e ka promovuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madje e ka promovuar edhe si frymëzim për tolerancën. Sigurisht e shohim në Buhariu për Abu Hurairës, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas ka qenë në popujt e mëparshëm një njeri i devotshëm, që ju pas ka dhënë njerëzve borxh, mirë po kur ka ardhur afatet e marrjes së borxheve tek borxhlit e tij, i ka dërguar shërbëtorët e vet, i ka dërguar njerëz që kanë qenë shërbime të tij dhe u ka thotë nëse e gjeni dikan i cili ka punë të ngushtë, tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaz Allahu anhu. Ju ka thonë shërbëtorëve të vet, thotë kur shkoni me mor borxhet tek ata të cilët domethënë nuk kanë borxh, thotë nëse i gjen që kanë vështirësi, nuk i kanë rrenat më të mira, thotë te i kaloni, domethënë mos u tregoni të ashpër, po tregoni tolerant që Zoti të tregohet i butë dhe kësaj me mua. Dhe pastaj thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fatajawaz Allahu an, dhe Allahu në raport me mëkatet e këtij u tregu domethënë i mëshirshëm me një sjellje domethënë të lehtë. Sigurisht e shohim në Buhariu prej Hudhaifës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ka tregu që kur pas kanë ardhur me amor shpirtin engjëjt njeriu prej popëve të cilët kanë qenë më përpara, i kanë thonë a'amilta min al-khairi shay'a, kanë thonë në cilat punë të mira i kite, domethënë cilat punë mundesh mi përmend tash që janë punë të mira me të cilat ti ke më shpëtu. Ai thotë i kum porosit njerëzit e mi, njerëz që më kanë punuar për mua, që kur shkojnë me i mor borxhe tek njerëzit të cilët më kanë borxh, i kum porosit që nëse i gjeni njerëzit të ngushtë, toleroni ata, tregoni tolerant ndaj tyre dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fatajawazu anhu, enjoy domethënë i tregun që Allahu është tregu domethënë shumë i mëshirshëm edhe i butë me të. Këtë shembull e kemi si burim frymëzimi edhe te rasti i Abu Bekrit me Mistahun, kushërinë e tij, i cili pas ka qenë një prej atyre të cilët i ka mbajtur financiarisht Abu Bekr radhiyallahu anhu, saktësisht Mistahu ka qenë i varfër dhe Abu Bekri ka pas të afërm dhe është kujdes për gjendjen e tij të mirëqenies së tij sociale. Mirë po Mistahu e ka bënë gabim në raport me Abu Bekrin, e ka bënë gabim të madh për arsye se ka folur teksa u shpifur për bien e tij, e pastaj e ka ndalur për krahje, nuk e ka përkrahur. Domethënë nuk është treguar më tolerant ndaj tij për me afale dhe për me te kalu këtë si problem. E pastaj Allah subhanahu wa taala e ka zbrit një ajet kuranor, është i gjatë, mirë po mes tjera ashtu thotë ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, i është thënë a nuk doni ju që Allahu t'u afal juve, kuptimin që faljani Mistahut gabimin që edhe Allahu t'ju fal juve. Do thotë silloni me tolerancë me Mistahun që të gjeni edhe ju tolerancë. E pastaj Abu Bekr ka thënë wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li wa raja'a ila Mistaha bin nafaqati allati kana yunfiq 'alayha. E pastaj tha Abu Bekr radhiyallahu anhu, pasha Allahu, unë kam dëshirë që Allahu të më fal mua, dhe e kuptoj mesazhin dhe e kthej atë asistencën sociale që e kishte për Mistahun, dhe tha unë nuk do të ndalem kurrë për krahje nëpërmjet domethënën ndihmës sociale. E kena një domethënie të kësaj natyre në hadith, sikur se shënoi Imam Ahmedi, shërbon të hadithi sahih prej Amr ibn Abasa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për imanin, për fetarin, për besimin, ka thonë afdalul iman as-sabru was-samahatu. Imani më i mirë, besimi më i mirë është besimi i atyre që kanë sabër dhe kanë tolerancë. Domethënë, njerëzit më të mirë, njerëzit më të vërtetshëm, shokët më të mirë, çiftet më të mira bashkëtorë, ortakët më të mirë në punë, bashkëpunëtorët më të mirë në një sipërmarrje. Kush janë? Njerëzit që kanë sabër edhe që janë tolerantë. Sepse në saj të sabrit, në saj të durimit, ata e ruajnë vazhdimësinë e komunikimit, vazhdimësinë e bashkëpunimit, vazhdimësinë e respektit dhe kështu me radhë. Sepse nuk ka gjasë që të paramendohet një situatë ku të gjithë do të kenë një sjellje angjëllore. Dikush ka më gabu, dikush ka mungut, dikush ka më bërë diçka që aty do të më tregu sabër me shumë me rrit vazhdimësinë. Sikundër që edhe toleranca domethënë e sforcon durimin. Kuptimin që ndoshta ndonjëherë tregohesh durimtar, mirë po thjesht në raport me diçka që aty e ki kufinin e durimit. Ndërkaq toleranca është edhe një dozë shtuar domethënë e durimit,
ku u jep njerëzve më shumë mundësi, u jep njerëzve më shumë I relakson për mos me qenë të frustruar prej përpikmërisë tonë ose për vrasësisë tonë e kështu me radhë. Sigurisht që shënon Imam Tirmidhiu, shërbojnë të hadithi sahih prej Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allaha yuhibbu sam'a al-bay'i wa sam'a ash-shara' wa sam'a al-qada." Allahu e do të jeni tolerant kur shitni, të jeni tolerant kur bleni, edhe të jeni tolerant kur gjykoni. Jo të gjykoni jashtë ligjit, jo të shkelni ligjet, jo të ignoroni ligjet. Mirë po, nëse në një situatë caktuar me ligje parashën një formë tolerance në raport me një gabim, në raport me një sjellje, me I dhënë njerëzve më shumë mundësi se sa thjesht domethënë me e zbatue në përpikmëri domethënë një parimësi e cila ndoshta për njerëzit mund të jetë edhe ngushtësi. E shënoi Imam Buhariu me Muslimi pe Aishës radhiyallahu anha, e tregon atë rastin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin e tij ishin mbledhën prej Etiopisë djem të ri, edhe po e manifestonin një lojë prej lojave të tyre. Saktësisht një lojë që bëhej ose luhej në festa, me armë dhe me vegla lufte. Edhe ishte domethënë ngjarje interesante që po zhvilloi në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që Aisha radhiyallahu anha kishte dëshirë ta shifte atë shfaqje, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori Aishën radhiyallahu anha që ta shifte domethënë atë si ngjarje, thotë më mbulonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të ishte I sigurt që ata nuk po e shihnin për shkak të rregullave të mbulimit, thotë këtë e bënte që unë thotë të shihja lojën e tyne, domethënë të argëtohesha duke e parë domethënë lojën e tyne, pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u largua derisa e kuptoi që unë ngopa nga kjo shfaqje. Pastaj thotë me një transmetim tjetër, sigurisht e shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që transmetimi është hasan prej Urwës, që Aisha radhiyallahu anha thotë, masi më ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ka mundsuar me pa atë shfaqje prej të dhoma e tyne, thotë la ta'lamu yahudu anna fi dinina fusha, inni ursiltu bil hanifiyati samha. Thotë le ta dinë hebrejt që kjo fe me cilën ka marrë unë është fe që ka tolerancë. Domthonë është ditë feste, është ditë argëtimi dhe ka hapësirë dhe nuk ka shkelje fetare pse domethënë shikohet një shfaqje e tillë që nuk ka domethënë kundërvajtje fetare. Thotë unë me të vërtetë jam dërguar me një fe që ka domethënë shumë lehtësi edhe shumë mëshirë. Kështu që ai që ka këtë vetinë e tolerancës, që ka mëshirë, që ka moral, që ka lehtësi, me lenin Allah subhanahu wa taala arrin shumë. Saktësisht arrin synimin më të madh me shpëtu prej dënimit të Allahut te barekuhu teala, sikurse e shënon Abu Ya'la, që Albani thotë që hadithi është hasan prej Xhabirit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala ukhbirukum ala man tuharramu an-naru ghada", thotë aty kallzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë aty tregoj kush nesër, domthonë ditën e gjykimit, është I ndaluar për zjarrin. Domthonë kush është njeriu që zjarmi I xhenemit e ka haram, ta djegë këtë njeri. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala kulli hayyinin layyin qaribin sahl." Zjarmi e ka haram me djegë një njeri I cili është domethënë I lehtë, është tolerant, është domethënë I afërt, edhe është domethënë I sjellshëm domethënë në raport me njerëz. Kështu që me pas në vëmendje gjithherë, si përdesa po ndojmë këtë ligjrat, që toleranca lidhet me shumë morale. Lidhet me shumë morale të Islamit, pa të cilat domethënë nuk arrihet ky vërtet. Për shembull, nuk mundemi me fol për tolerancën nëse s'kena fol fjalabia për shembull për virtytin e gëlltitjes së mllefit. Njerëzit të cilët sa herë që kanë mllef dhe kanë të drejtë për atë mllef, besojnë që kanë drejtë për ta shfryrë mllefin, ata nuk janë njerëz tolerant. Domethënë toleranca I bie që ndonjëherë mllefosësh dhe ke drejtë ta shfrysh mllefin, po ti nuk e shfryn. Ose për shembull, kushdo që mendon që sa herë që të tjerët s'kanë të drejtë në raport me të, Ky ka drejtës ti trajtoj ata si fajtor gjithherë dhe jo ti fal, atëherë domethënë është larg domethënë moralit të tolerancës, sikundër që përveç moraleve, për me pasën tolerancën duhet edhe vedije fetare me shpresu në shpërblimin e Allahut. Një njeri I cili nuk shpreson në shpërblimin e Allahut, s'ka pse tregohet, s'ka çysh mu tregu tolerant me të tjerët. Ose për shembull nëse dikush e ka mllefos, nuk ka çysh mu tregu sepse në shumë të raste domethënë mund të ketë për llogaritje domethënë shumë të dobta, domethënë I duhet vetia fetare për me shpresuar në shpërblimin e Allahut, por edhe për me pasën edukimin me shembulltyr fetare. Dhe padyshim domethënë tek njerëzit mundet një pjesë e madhe të tolerancës më mirë nga kultura familjare,
që kjo është bazë e madhe në jetë, mirë po, më thonë për më konë tolerant i mirëfillt, për me pas tolerancën e denja, krahas edukimit familjar duhet me pas edhe edukimin edhe vetdijen fetare, e sidomos, domethënë, me jetu me shembulltyrat fetare në krye me shembulltyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, e shohim Muhamedi Buhariu Muslimi pe Abu Hurajrës, tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i paska pas borxh dikujt, në diçka, në pasuni, edhe ky vend pastaj për ta kërkuar domethënë borxhin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur vjen me kërkuar borxhin, nuk e kërkon domethënë me edukat, e kërkon pak si ashpër. Jo në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hidhrohen edhe secili ngritet për me shpërfaqe atë farë mbrojtjen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po edhe me lefin çysh dikush guxon asisoj me ju paraqit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Da'u fa inna li sahibil haqqi maqala." Thotë lëna thotë se njeri kur ka drejt, këtë rast ky është borxhdhënës, ka drejt me lyp borxhin vet. Thotë njeri kur ka drejt i jep shpesh domethënë me të folur, domethënë më shumë se sa duhet. Shpesh njerëzit folin shumë ose shlohen në të folur ose shumë domethënë e blujnë në muhabet sepse ka drejt. Kjo që ki drejt nuk të bën ty mukonën edhe i padurueshëm në të folur. Mirë po megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, ky ka drejt, e njeri kur ka drejt, thotë edhe mundet me fol. Thotë ishteru lehu sinnën fa atuha iya. Thotë shkoni shpejt, bleni një deve, e cila ishte në kundërvlerë të borxhit, edhe jepjeni. Edhe pastaj shkojnë sahabët me ble, mirë po domethënë gjejnë që devët që ishin aty të mundshme për mu ble ishin shumë më të shtrenjta se sa ishte borxhi. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë s'ka dert, bleni edhe më të shtrenjt, jepjeni. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë fa inna min khayrikum ahsanakum qada, thotë se më të mirë mesin ton janë ata të cilët kur lajnë borxh lajnë me të mirë. Domethënë e lajnë edhe jo vetëm që e lajnë borxhin, po domethënë është minjoz ndaj atij që i ka dhënë borxh, ndoshta edhe jep në dhurat, jo që ka pas të kushtizuar e kështu me radhë. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po gjendet në një situatë ku kjo është i pari i shtetit. Jo vetëm kaq, është domethënë profet, jo vetëm kjo. Ka shok më të mirë në botë që kurse kishin lënë dikush asisoj mu shpreh pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Jo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është tregu tolerant ndaj tij, thjesht për faktin që i ka pas drejt, po pastaj domethënë drejta e tij e ka bën mukonën jo atë që sjellshëm do gjatë paraqitjes së të drejtës së tij. Ose këna një rast tjetër ku e shohim Buhariu për Enesit radhiyallahu anhu ku vend dikush në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe vend pivisave të pa civilizuar, të pa qytetëruar dhe vend xhami edhe në një çështje të xhamisë kryen nevojat e tij fiziologjike. Edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zgjohen në këmbë për me çortue, ndoshta edhe për me godite ku diun çka. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nal edhe nuk e lejon më bëni gjë të tillë për arsye të tolerancës së tij në raport me njerëzit e padeshëm. Me një transmetim tjetër që ka shënuar Imam Buhariu për Abu Hurajrës, ky kur e ka pa tolerancën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është lut duke thonë o Zot, falem mua dhe Muhamedit dhe mos e mëshiro askë përveç me edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë laqad hajjarta wasi'an. E ngushtohen i disha shoh shumë e gjanë. Mëshira e Zotit nuk është për Muhamedin e për këtë nomadin, por është domethënë për krejt njerëzit. Ose një shembull tjetër i mëshirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tolerancës së tij saktësisht është kur një djalë i ri, sikurse është Imam Muhamedi, shehshoi këtë hadithi ose ai prej Abu Umamës, dhe një djalë i ri që pas ka qenë domethënë me idenë që njerëzit janë të lirë për amoralitet, për lidhje jashtëmartësore, edhe veni thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O Allah, a ka mundësi dyqysh me ma lejue me pas lidhje jashtëmartësore me njerëz, domethënë mos me pasën kufizime, domethënë me gratë të cilat dua të kem domethënë lidhje." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillon edhe e këshillon. I thotë a kishe pranuar diçka të tillë për nonën tonë? Thotë jo, po thotë ajo grua me cilën ti do me bëj moralitet mund të jetë nona e dikujt. Pastaj i thotë a kishe dash me bijën tonë, a kishe dash dikush me bëj atë me motrën tonë, me tezën, me hallën e kështu me radhë. E rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zbut ngadal me sjelljen e tij tolerante ja bën qartë që domthonjë çësia jote që po lyp lehtësim edhe po lyp lejem të amoralitetit, domthonjë është çësia e gabuar. Mirë po nuk nëse e kishim lexuar ndoshta me një kontekst tjetër, nuk ka ndodhur fjala bie për shembull, më thonë dikush çish ka guxuar me bë këtë pyetje. Ose çish ka guxuar ose çish e ka bë këtë pyetje në një shoqëni aq fisnike, një shoqëni aq moralshme.
ose ku janë kon tjerë për me morë dhe për me nxjerrë ndoshta me xhlisit pasi që e ka bërë këtë pyetje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është tegu tolerant, edhe pastaj thotë wada yadahu alayhi wa qal. Pastaj ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e ka afruar për vetes edhe është lut për të. Ai ka thënë Allahumma ighfir dhanbi, o Zot falja gjunat të njëri. Wa tahhir qalbi, edhe pastroja zemrën. Edhe i thotë wa hassin farja, edhe bani njëri ndershëm. Jo njëri që i shkon zemra domthon ka moraliteti. Thot falam yakun ba'du dhalika al-fata yaltafitu ila shay'in min hadha. Thot ky djalë i ri, masi e ka bërë Resulullah këtë dua, kur në jetë më nuk e ka kthy syt edhe mendjen domethënë ka këto pislloqe. Saktësisht e ka afruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë me sjelljen e tij domethënë tolerante. Du me i marr disa shembuj, inshallah kalimti, jo domethënë shumë u xhanu, për tolerancën në Islam, në dispozita, në norma, në ligje, në realitetet e muslimanëve e kështu me radhë. Domethënë ajo që duhet me pas në konsiderat, që këtu nuk kisha pas dashim u xhanu për arsye se e përsia e Islamit nuk e lejon me u shpjeguar në karrikën e të akuzuarit, sepse Islami është domethënë koklart edhe është ballhapur edhe është shumë krenar për historinë e vet, domethënë të pastër të tolerancës. Prania e Islamit në çdo kontinent. Kjo do të jetë një argumenteve shumë thjeshta për me kuptuar njerëz. Prania e Islamit në çdo kontinent, në çdo komb, në çdo racë, në çdo fis, edhe në çdo vis është argument i qartë për tolerancën e Islamit, sepse veç një fe që ka tolerancë, veç një fe e cila dispozitat i ka me tolerancë, e ka kulturën me tolerancë, e ka domethënë sistemin e vet domethënë me tolerancë, është e përshtatshme mu përhap gjithandej. Sepse po të kishte qenë shumë e vrasht, po të kishte qenë shumë domethënë ngurt, po të kishte qenë shumë domethënë e ashpër, nuk ju kishte përshtat shumë njerëzve, shumë fiseve, nuk ju kishte përshtat shumë racave. Domethënë nuk ka qenë predispozuar për më përhapur domethënë në këtë lloj-llojshmëri domethënë të njerëzve. Ndaj domethënë e xhami që është përhap gjithandej, pikërisht shkaku që është domethënë fe që ka marrë tolerancë. Për shembull, për argumenteve të tolerancës është një për rregullave të fesë, është ajo që domethënë në librat e legjislacionit islam quhet që vështirësia, nëse në një situatë caktuar, kena një diçka që na sjell vështirësi, na sjell domethënë mundim, kjo inicion domethënë kërkimin fetar për me gjetën lehtësimin. Domethënë parimisht domethënë nëse një lexues, do thotë dietar është duke të hartuar një meselë të caktuar në fe. Edhe e gjon që situata për cilën është duke u lumtu ka vështirësi për njerëzit, ka domethënë mundim të madh për njerëzit, ajo është i thirrur që të lexojë argumentet sheriatike në kuadër të lehtësimit. Qysh me gjetë rrugdalën për me pas më shumë lehtësim. Kjo është domethënë rregull i përgjithshëm dhe rregullat e përgjithshme nxirren në fe domethënë nga një muri argumentesh. Ose për shembull prej shembujve të ndryshëm të natyrës tolerante të Islamit, thotë Allah subhana, ja ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum. O ju që një besu, mos ja ndaloni vetvetes të mirat që Allahu ka bërë lejume. Domethënë, të mirat e jetës, të mirat e ushqimit, të mirat e veshjes e kështu me radhë, domethënë që janë përmena kodit të fesë Allah subhanahu wa taala, nuk ka nevojë me presupozu domethënë ndalimin. Për arsye se Allah subhanahu wa taala domethënë i ka lënë këto domethënë të lejume, sikurse thot Allah subhanahu, një shembull tjetër çka i bë domethënë tolerancën në Islam, thot Allah taala, thot ja nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Thot ju njerëz, ne ju kena krijuar për një mashkull dhe një femnë dhe ju kena bërë kombe, ju kena bërë popull edhe ju kena bërë fise ju që të njiheni ndërmes vete. Domethënë, kur vjen Islami edhe ty të liron prej barrave të fanatizmave nacional, edhe të liron prej barrave të trashëgimive të cilat domethënë janë të ngurta, janë shumë të ngushta, edhe të thotë që ndallimet në kombe, ndallimet në fise janë thjesht për mu njoft, e jo për mu kufizu. Kjo e sforcon shpirtin e Islamit që është domethënë i gjanë, është domethënë për një qytetari që te kalon fisin, është për një civilizim që te kalon kombin, është për një shtrirje të vlerave edhe për një shtrirje domethënë të qytetërimit që nuk kufizohet me trashëgimit e ngushta domethënë të klaneve dhe të grupeve shoqërore. Imagjino sikur të kisha kjo fe, sikurse ka edhe të tilla fe, të tjera fe, domethënë ti shkar për shembull me na kufizu për mëna një kulture, kisha me na kufizue për mëna një race, për mëna një kulture të një race ose të një kombi ose na kish kufizu për shembull thjesht me preardhjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po jo, ka qenë fe edhe vazhdon të jetë shumë tolerante, që njerëzit domethënë të jenë të lirë,
të përcaktohen në kulturat e tyre, të përcaktohen në kulturat e njëri tjetrit, të përfitojnë prej popujve të ndryshëm dhe të mos kufizohen domethënë me fanatizma të preardhjes. Një shembull tjetër tolerancës shënimi Muhamedi wa Muslimi prej Shaddad ibn Ausit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha wal yuhid ahadukum shafratahu falyurih dhabihata." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kur të therrni kafshët, kur të therrni do thot qurbanet, sakrificat e juaja, thot gjeni mënyrën më të mirë therrjes. Tregoni të mëshirshëm në raport me këtë kafshë e cila po flijohet, sikundër që thot fel yurih dhabihatahu, thot edhe le ta ratoj, le ta qetësoje. Kjo nuk ka të bëj thjesht që ti e ke mundësinë me e flijuar në mënyrën tënde, po je i detyruar me e flijuar në mënyrën më të mirë. Sikurse edhe për shembull tjetër thot Allah subhanahu wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Dhe robët e vërtetë Allahut janë ata të cilët thot kur ecin tokë ecin me thjeshtësi, nuk janë mendimdhej, dhe kur ignorantët ju drejtohen atyne me fjalët e tyne të ashpra dhe të ignorancës, ta thojnë paqe qoftë. Domethënë janë shumë të relaksuar për me te kalu situatën me një sjellje tolerante dhe jo domethënë më me çdo ignorant domethënë që ju del udhës. Shembull tjetër për shembull shumë të shpërfaqshëm dhe të qartë i Islamit se si është fe tolerante, janë ligjet e shumta edhe ai kodi i madh se si funksionon autoriteti islam në një qytetërëm, në një shtet, në një qytet e kështu me radhë, që kanë bëjnë me qytetarët e feve të tjera që jetojnë nën ombrellën e autoritetit islam, e që janë ligje që tregojnë sheshrazi domethënë tolerancën e islamit. Thot Allah subhanahu: "La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim." Thot Allahu nuk ju ndalon juve në raport me të tjerët, në raport me anëtarët e feve të tjera, të cilët nuk ju kanë luftuar dhe nuk ju kanë dëbuar domthonë për shtëpi, me të cilët nuk keni luftë, me të cilët nuk keni armiqësi, domthonë jeni bashkëqytetarë të një vendi. Thot Allahu nuk ju ndalon në raport me këta të jeni të mirë dhe të jeni të drejtë. Nuk ju ndalon të jeni të mirë dhe të sjellshëm dhe të drejtë. Sigurisht thot Allah subhanahu: "Wa la tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan." Dhe kur të polemizoni me idhtarët e librit, me hebrejtë dhe krishterët, mos polemizoni ndryshe vetëm në mënyrën më të mirë, domethënë mos e provokoni debatin. Mos komunikoni në një formë që është e papërshtatshme. Gjeni mënyrën më të mirë, më të përshtatshme për me komuniku edhe me polemizu domethënë me idhtarët e librit. Sigurisht për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shënon Abu Davudi që Albani thotë hadithi ose sahih prej Safwan ibn Sulejmit, ai prej fëmijëve të sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kështu: "Ala man zalama muahidan aw intaqasahu." Thot dini se kushdo që i bën padrejti apo ja merr një të drejtë një të krishteri apo një hebreu i cili është duke jetuar nën autoritetin islam. Domethënë është duke jetuar me një qytetari ku është bashkëqytetar me muslimanët dhe muslimanët e sundojnë atë vend. Thot kushdo që i bën padrejti një muahid, është ai i cili është në kontratë me autoritetin islam për të qenë qytetar i atij vendi. Thot kushdo që i bën padrejti apo ja merr një të drejtë, au kallafahu fawqa taqatihi, apo i jep barra dhe obligime për te mundësive të veta, thjesht duke shfryzuar që mund të jetë pakic edhe minoritet në atë vend, thot au akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafs, apo i përvetson diçka pa dëshirën e tij. Kuptimin që jo që i ja plaçkit, mirë po ky që është musliman edhe i takon shumicës së vendit, ja bie punën që m'ia morni pasuni, ndonë se domethënë ai shkaku që është i pafuqishëm ose nuk përbën shumicë, nuk mundët me refuzu, thot fa ana hajijuhu yawm al-qiyama. Kushdo që bën këtë, domethënë i bën padrejti, ja merr një të drejtë, apo e ngarkon më shumë se sa ka mundësi, apo ja përvetson një pasuri pa vullnetin e tij, thot fa ana hajijuhu yawm al-qiyama. Le ta dije që ky njeri me mu ka debat në ditën e gjykimit. Domethënë unë kam e polemizu për këtë që ka bë padrejti. Ndërkaq kush janë këta dy palët? Këtu është një musliman i cili u tregoi padrejt dhe atij që është bëj padrejti është një krishter, një hebrej i cili është në kontratë me muslimanët. Sigurisht se shënon Imam Buhariu për Abdullah ibn Amrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men qatala muahadan lam yarah raihata al-janna." Do kushdo që mbyt
një qytetar të krishterë apo hebrej që jeton në autoritetin islam, kushdo që e mbyt pa të drejtë një civil, thot lem yarah raihat al-janna, thot nuk ka me e një erën e xhenetit. Thot wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama, dhe kjo aromë e xhenetit thot nuhatet në një distancë prej 40 vitesh prej xhenetit. Domethënë kjo është shumë larg xhenetit, sepse i ka dhënë drejt vetes domethënë me privu pjesës në pjesëtar të konfesioneve tjera, po që është domethënë nën kontratën edhe ombrellën e autoritetit islam. Kështu që shembujt e historisë së lavdishme të islamit për tolerancën e muslimanëve dhe të qytetërimeve islame dhe të kulturave, po edhe fiseve, popujve musliman, janë të shumta dhe janë pa numër dhe nuk kam tendencë për me shpjegu, ndoshta besoj që jo vetëm për neve, po edhe për botën mjafton shembulli jonë, domethënë shembulli i kombit tonë. Saktësisht ne kemi një histori të lavdishme prej gjysmë mileniumi që kemi jetu nën autoritetin islam dhe nën ombrellën e islamit, dhe asnjë fe nuk është zhduk, asnjë fe nuk i ka kaluar historisë në kuptimin e tjetërsimit apo të zhvendosjes e kështu me radhë, dhe përkundrazi, domethënë secili ka zhvilluar domethënë kulturën e vet, ka zhvilluar vlerat e veta, edhe e ka ruajtur ekzistencën e vet bashkë me muslimanët dhe ekzistencën e kulturave të veta bashkë me muslimanët edhe traditat e veta, dhe kjo besoj është kjo nuk është diçka që lyp provim, është diçka që është sigurisht me vërtetu domethënë diellin në mes të ditës, domethënë që Islami është tolerant dhe toleranca e Islamit e ka bërë këtë realitet dhe këtë tolerancë në vendet e tona dhe në popullin ton, domethënë kjo është çështje e pashmangshme, edhe pse nuk i mohohet kontributi askujt, sikundërse edhe domethënë anëtarët e feve të tjera që kanë jetuar këto vise dhe jetojnë, edhe ata kanë kontribuar, besoj gjithsesi, mirë po domethënë kontributi më i madh i takon domethënë shumicës që janë domethënë muslimanë. Sikurse edhe për shembuj të tjerë dhe me këtë po e përmbyllim, është ajo që Allah subhanahu wa taala ka përmend që ka porosit këtë umet, idfa billati ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Thot Allah subhanahu wa taala, kur keni armiqsi, kur keni një sjellje të pahishme për tjerë në raport me ty, mundo me gjetë mënyrën më të mirë se si e trajton dhe se si e sill, sepse thot mes teje dhe atij që ka armiqsi sot, nesër mund të më konë miku më i mirë i yti. Do thonë, me një sjellje tolerante, me një sjellje domethënë të matur, me një sjellje të pjekurie, mundesh me pruva renin që ndoshta edhe armiku jot më konë nesër miku yt. Dhe në këtë, nëse kisha pas drejt me një shembull, e gjojmë tek Ibn Taymija, Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, që ka qenë njëri shumë tolerant, sigurisht e përmend Ibn Qayyimin nxënësi i tij, thotë dhe tregon thotë nuk kum pa njëri aq tolerant në raport madje me ata të cilët ishin armiqtë e tij. Saqë dikush kishte pas thonën, kisha pas dëshirë të jam tolerant me shokët e mi, që është Ibn Taymija tolerant me armiqtë e tij. Domethënë me oponentët e tij, me njerëzit që e kanë kundërshtuar edhe kanë pas projekt kundër tij, saqë thot Ibn Qayimi thot nuk e kam dëgjuar kur duke bë dua kundër dikujt prej tyre, përkundrazi thot lutej për ta. Lutej që Allahu t'i udhëzonte, lutej që Allahu t'i azbëste zemrat për të vërtetën e kështu me radhë. Sigurisht e përmend një rast thot një herë thot na erdhi thot kumti lajmi i vdekjes së dikujt prej armiqve të Ibn Taymijës, edhe thot shkuam tek Ibn Taymija thot për me përgëzu. Thot Ibn Qayimi thot unë shkova me një farforme për me kallëzuar që u lirove prej zullumit të tij edhe padrejësisë së tij. Thot më çortoi fuqishëm, thot jo vetëm që nuk ma pranoi, thot ma kthej mbrapsht këtë myshde, edhe tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, që është fraza ku na e thomi për ngushëllim edhe është për edukatës kur vjen lajmi për dikën që ka ndrojë jetë, edhe thot shkoi drejt te shtëpia atij armikut të tij, kundërshtarit të tij, edhe shkoi dhe ju tha familjes së tyre, ju tha tani ju ka vdek baba, tani ju ka vdekën bashkëshorti, unë jam në vend ti, domethënë çka do që keni nevojë, çka do që domethënë duhet me kry një punë e cila është domethënë për obligimeve që muj me kry, thot unë jam në vend ti, dhe ata u gëzuan se si domethënë vjen për mi përkrah dhe vjen mi ndihmu dikush pikërisht që ai e kishte domethënë prindi i tyre, bashkëshorti i tyre domethënë e kishte luftuar. Saktësisht ndoshta me këtë shembull, me shembull të tjerë, e kuptojmë që toleranca është një situatë ku ti shpërfaq lehtësi edhe mëshirë
edhe moral aty ku mundesh me shpërfaqen të kundërtën, aty ku të ketë drejt, aty ku mundesh më kanë edhe i vrasht me të drejtë, aty ku mundesh më kanë edhe i ashpër me të drejtë. Kështu që Islami e ka mbjellë këtë kulturë, sepse vetëm kësaj mundet besimtari me majt fejen, vetëm duke qenë tolerant mundet me qëndru jetë gjatë në fetari, vetëm duke qenë tolerant mund të ndërtoj një familje të shëndosh, vetëm duke qenë tolerant mundet me ndërtu një rreth shoqëror të shëndosh, po edhe çdo vlerë që e ka mbjell, e ka kultivu dhe e ka fitu, mundet me rujt tutje. Saktësisht, shpesh njerëzit japin shumë mund për me mrrini vlerë, për me mrrini sukses, po pastaj në mungesë të tolerancës edhe e humbin ata. Elusi Allahu subhanahu wa taala ta mbjell në tek ne këtë kulturë dhe këtë virtyt dhe të na bëjë për njerëz të devotshëm. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad.